aty keni pellgun e gjuajtjes së votës. Në Kosovë ka shumë qytetarë të pakënaqur. Ka qytetarë të pakënaqur edhe me Kurtin. Absolutisht ka qytetarë shumë të pakënaqur me Kurtin, të cilët nuk guxojnë me ndru votën dhe me u kthy tek kjo opozitë. Pse nuk guxojnë? Që s'kan reflektu. Asnjë reflektim nuk e kanë bërë. Këta akuzojnë Kurtin për krejt sendet që i kanë bërë vetë, e shpesh edhe gëzohen që po i bën në Kurti për me thonë që jemi njësoj. Qysh i besojnë ata një opozitet që thotë s'kam i kap bordët kur e njëjta opoziti ka kap ma herët, apo jo? Dilshin e akuzojshin Kurtin që i ka 16 euro në llogari. Qështu pëdën me i bindë qytetarin që ti që i ki miliona, s'ki faj e kjo që i ka 16 ka faja? A i mund me i post 100.000 faje tjera, o mësu kap në temat që ti s'ki reflektu as njëherë. E unë besoj që ka shumë qytetarë pakënaqur me Kurtin, që i druhen arogancës këtij pushteti, vetë knatësisë së këtij pushteti, po s'kan ku i mja qitë votën. E ata i ftoj, edhe nga kjo studio, me e votu PSD-n. Ata na njohin neve. Nuk është se ju keni target vetëm një grup, vota do përkoni edhe të mbështetësit e Kurtit? Po, kjo është grupi parë, aty ka shumë votues, unë besoj që ata duhet me dhënë një shansë PSD-s që me kallëzu që shmbahet përgjegjës ky pushtet, i cili me thonë drejtën shumë rasa dhe është lazëru. Nuk kanë votu ata për këtë lazërim lak këtij pushteti e për këtë rrezik që e bjen ky pushtet që deputeti ka si robota. Të pakënaqur më të shumt ka besoj në opozitë, të cilët veç Kosovë ndodh, nashta veç Kosovë. Në Kosovë kemi patu ndodh kur elektorati, votuesi është më radikal se udhëheqësi i partisë. E pam sot presionin, edhe çfarë të kry. E pam sot presionin, u qun antarësia, u qun kryetar degëve, asambleista, antar të kryesisë, për me qu Fatmir Limajn në PDK. Ty ditë presion, qytetarë, që vike prej poshtë, prej antarësisë, merë në njërin se bashkin i qenë, që kanë ndodhi në fund, i thanë jo, po një manë ati pa koalicion. Një farë pështrimi që ja bon një ish kolegut tëne, për deri sa kretë gojën e kanë të bashkohemi rreth një projekti. Po më intereson edhe pak të raporti juaj me votuesin, pastaj do flasim edhe për Vjosa Osmanin veçanti, Fatmir Limajn, se kemi parë video drejtuar edhe në adresat të tyre. Video tona i kam po krejt për mdo këtë mimos. I kam po krejt video tona, shë e mirë. Janë gjithandej, po shihet një aktivizim kështu intenzivi juaje. Por më herët thatë që ata nuk e njohin Kurtin, ne e njohim Kurtin, është e qartë. Por a e njehni ju mirë edhe strukturën e votuesit të Kurtit dhe duke ditur çfarë strukture votuesi shka, pra janë idhtar, janë besimtar të ti si thuash, dhe në këtë formë, duke njohur strukturën e votuesve të ti, keni zgjedhur të shkoni ka kohu tjetër, që targetoni kryesisht votuesit e tjerë, sepse e dini që këta qorazi besojnë tek politika e Kurtit dhe nuk ka kush që i kthen, andaj po gjatoni dika tjetër, apo do ju qaseni gjithve pa dallim. Na thoni. Po, mimos dhe para, na nuk besojnë që votues të Kurtit janë qorazi, edhe votues që kanë besim sikur në Zot. Besoj që ja kanë delegu besimin, është të vërtet Kurtit në udhëheqjen e vendit, mirë po për tyne, ka jashtëzakonisht shumë që tashmë janë të zhgënjym, mirë po qyshe thanolje dhe sharoj nuk kanë mujtë me shku dikun tjetër sepse nuk kanë po një alternativ, thoni. Jo veç alternativ, po nuk kanë po dhe ndryshim të vërtet tek opozita, se nëse ti këqyr edhe thu, unë s'po pajtona që shpo udheq Kurti, po eshe që shpo udheq lumja dëgjiku për subjektin e vetë, të mos pas fare respekt për historinë e njerëzve brenda partisë, të mos lon ofër bashkëpunëtor të ngushtë politik shumë gjatë, të këqyrë veç me pështu pozitën e vetë për i kryetari, atër me njëherë votusi i rritot nuk kthehet që aty. Në anën tjetër kthesh ka PDK-ja e she koalicion me LDK në Prishtinë, një kompani ka pas me menagju pastrimin, e ka bo lëmsh, nuk e ka regullu një çështje thjesht që është bërlogu në Prishtinë. Pra po du me thonë, njerëz ja ka një besimin shumë gjatë LDK se PDK se tash kanë shku dikun tjetër nuk mundën bashkë shashlet mu bindë mu shkput për i qasaj. Në anën tjetër që kjo opozit nuk është ja ka bu fort let votusit me dojnë pe Albinit me shku këto tjetër, se qka përshe votusit, edhe këto e thanoli pak ma herët, është një pushtet si Kurti që është këmgullës për mu, për PSD-n, autoritari, rrezikshëm, mirë po në anën tjetër peshe një opozit të lodhët, një opozit që veç mindzis po pret me hynë pushtet me Kurtin, edhe që nuk e ka për një me, edhe këqyrë këtë që ka bënë është mju dëshmu Kurtit.
Këto e kemi panë se cilin veprim politik të opozitës, derisa ka ardhur puna, me thonë Lumira Abdixhiku po e votoj ligjin për Byroun Shtetëror dhe nisja prej meje. Njëjtë ka thonë OK-ja. E thash besimtar, sepse natyrisht, pushteti ju e dini më mirë se unë, se ju jeni politikan, besimi dhe pushteti janë transakcion, pra. Ta jep dikush besimin që ti me pushtet ta kthesh atë besim në mirëqenje. Dhe nëse qytetarët nuk kanë parë mirëqenje gjatë këtij pushteti, pra thoni që e kanë votuar sërish të njëjtin vetëm duke mos parë më mirë tek të tjerët, e jo që vërtet do ta donin, po që se do kishin alternativ tjetër. Unë besoj që është e rëndësishme, a është kriju gjatë saj kohë një narracion i ri për ç'është duhet me ekzistu shteti, për ç'është duhet me zhvillu shteti për qësaj opozite. Na e kem një shpjegim politik kënej, edhe e kem një kopje të zbet të kurtit kënej që mundohen mi emitu do veprime në mënyrë që më anë pushtet, por nuk ka narracion të rimi, mos që ato po mundohet me kriju PSD-ja shumë gjatë. Narracioni i ri është që shteti duhet mos me qenë, duhet mi pas pushtetet e ndame, duhet me bori shpërndarjen e pasunisë.